Një nga qytetet antike më të lashta të Turqisë është qyteti i braktisur ku gjindem sot. Qyteti i lashtë magjik, Sagalassosi. Sagalassosi antik, me një histori mbi 6500 vjeçare, që megjithëse kanë kaluar mijëra vite nga koha e themelimit të tij, ky qytet antik i ndërtuar në shpatet e maleve të Torosit të magjeps me pamjen e tij. Shumë sundues dhe mbretër si hititët, luvianët, frigët, lidianët, persianët, pisidianët, helenët, romakët, bizantinët, selçukët dhe osmanët hodhën kthjetrat e tyre dhe sunduan në këtë qytet. Me largimin e tyre, nga ato ngelen vetëm shenjat e tyre që sot në brendësitë të tij i mban ky qytet magjepsës. Tani le të ndjekim rrugën drejt maleve për të prekur gjurmët historike të këtij vendi magjepsës. Qyteti antik i Sagalassosit gjendet rreth 100 kilometra, pra afërsisht 2 orë larg nga qyteti i Antalias. Pasi kalon në provincën e Burdurit, në kufit e distriktit Allasun, që degëzohet nga kilometra e 14 autostradës Burdur-Antalya, dhe shkojmë rreth 20 kilometra drejt qytetit të lashtë me një lartësi prej 1500-1700 metrash në malet e Taurusit. Në një dritë vjeshtë të ndritshme e me diell në nëntor, ku gjethet e pemëve ofrojnë pamjen maramentëse të së verdhës, portokallit dhe të kuqes, më dha mundësia të vi dhe të vizitoj qytetin e lashtë të Sagalassosit, të vendosur në kodret e larta në jug të maleve Taurus. Sagalassosi, një qytet gjigant i lashtë, i vendosur dhe ndërtuar mbi kodrat e shpatet e maleve madhështore, pas një udhëtimi prej 2 orësh nga Antalya, në magjeps si vërtet me arkitekturën, madhësinë, historinë dhe pamjet maramendëse. Ndërsa kalojmë nga Allasuni dhe ngjitemi me makinë në rrugët dredha, që ngjiten maleve, rrënojët e lashta që shohim në shpatet e pjerreta, na bëjmë të pyesim veten. Si mund ndërtohet një vend banimi i tillë këtu? I themeluar nga Pisidianët, një nga popujt më të vjetër të Anadollit, i cili ka pritur fise dhe kultura të panumarta gjatë shekujve dhe i përshkruar nga perandori romak Hadrian si qyteti i parë Pisidian që ishte edhe mik dhe alat i romakëve. Qyteti i lashtë i Sagalassos ka qenë një urë dhe pikë kalimi e rëndësishme midis pjesëve të brendshme të Anadollit dhe rajonit të Mesdheut gjatë gjithë historisë. Vendbanimi më i vjetër përreth Sagalassosit daton që nga epoka e bronzit, rreth viteve 6500 para erës sonë. Ky qytet i lashtë më pas ka pritur cikle të ndryshme jetësore, duke përfshirë hitejtë, luvianët, frigianët, lidianët, persianët, pisidianët, helenët, romakët, bizantinët, selçukët dhe osmanët. Sidomos, gjatë periudhës perandorake romake, Sagalassosi ishte i lidhur me rrjetin rrugor anatolian romak, i cili arrinte si në brendësi të Anadollit, ashtu edhe në portet e Egeut dhe Mesdheut, dhe kështu arriti kushte të shkëlqyera ekonomike dhe rriti reputacionin e tij fale eksportit të dritharave, ullineve dhe qeramikës së kuqe me cilësi të lartë. Në qytetin e Sagalassosit, nga kërkimet arkeologjike që janë bërë, janë gjetur edhe disa monumente të rëndësishme që i përkasin kohës së lashtë. Kjo është qyteta që quhet Sagalassos, patjetër që këto buste që shikojmë këtu dhe të gjitha këto kanë ngelur që nga koha romake dhe më parë. Një nga ato është Shatërvani Antonit, i cili tërheq vëmendjen sa po shkeli në këtë qytet të lashtë.
Madje ka edhe histori të ndryshme të shkruara pikërisht për ujin që del nga qelësmja e këtij shatërvani. Pra, një ujë që rrjedh prej më se 1800 vitesh. Një nga historitë më të famshme të njohura për këtë çeshme është ajo që thonë: kushdo që pin ujë në këtë shatërvan, dashurohet si i marrë. Sagalassosi ishte qyteti më i rëndësishëm i periudhës perandorike romake në rajonin e Pisidisë. Dhe shumica e strukturave në qytetin e lashtë sot datojnë që nga periudha perandorake romake. Një nga strukturat tjera më mbretëronëse të qytetit të lashtë është edhe amfiteatri, i cili ka një përbërje të madhe, një nga hapëstirat më të mëdha të teatrave antik të botës, me një kapacitet prej 9.000 personash. Disa nga monumentet tjera historike që janë gjendur në këtë vend dhe sot ruhen në Muzeun e Burdurit janë bustet e Aresit, Herkulit, Hermesit, Zeusit, Athinës dhe Poseidonit. Këto buste konsiderohen shembull kryesor të skulpturës antike. Gjithashtu, panjat romake, të cilat përmbajnë pishina të shumta, kanë mbijetuar deri në ditët të sotme me dukate të ruajtura. Në vitin 333 para Krishtit, Sagalassosi u pushtua nga Aleksandri i Madh dhe u aneksua nga perandoria romake në vitin 25 para Krishtit dhe u zhvillua me shpejtësi. Kur perandori romak Hadrian në vitet 117-138 pas Krishtit i dha Sagalassosit titullin e qytetit të parë të provincës Pisidia, në atë kohë u ndërtuan edhe monumente të mëdha, të cilat u gjendën nga kërkimet arkeologjike. Në fillim të viteve 600 pas Krishtit, Murtaja dhe tërmetet e mëdha qërana shkaktuan shëmbjen e qytetit, por pavarësisht fatkeqësive, jeta në qytet vazhdoi deri në shekullin e 13 të pas Krishtit. Kur turqit Selçuk mbërritën në rajon, ato vendosën në fushat pranë Allasunit të sotëm. Ato ndërtuan një karavan-saraj dhe një banjë të vogël të bashkangjitur në qendër. Dihet që Allasun ishte një vendbanim aktiv në shekullin 16 pas Krishtit dhe tregu i rajonit u krijua atje. Qyteti Sagalassosit u evokua kryesisht në fillim të shekullit të 7 për shkak të një tërmeti të madh dhe bastisjeve të mëvonshme arabe. Tërmeti shkaktoi shkatërime të gjëra dhe sulme të mëvonshme e detyruan popullsinë të braktisë qytetin. Pas këtyre ngjarjeve, qyteti u braktis gradualisht dhe në fillim të shekullit të 13 besohet se është evakuar plotësisht dhe popullsia vendase u vendos në rrethin e sotëm të Allasunit. Strukturat dhe hejkelet e gjendura në këtë qytet sot ruhen në Muzeun e Arkeologjisë të Burdurit. Sot qyteti i lashtë i Sagalassosit është në listën e trashëgimisë kulturore botërore të UNESCO-s dhe është i hapur për vizitorë çdo ditë si një muze i hapur. Pra, ky është Sagalassosi antik, një nga vendet antike më të njohura të Turqisë.
Kjo është qyteza më se 3000 vjeçare që quhet Sagalassos. Patjetër që këto buste që shikojmë këtu dhe të gjitha këto ka ngelur që nga koha romake dhe më parë.